Auslautverhärtung. Die Auslautverhärtung, dhe më thënë është kjo për qëllim. Dhe shembulli i parë, si që shohim, kemi der Flug. Dhe më thënë shohim që der Flug, fluturimi, është për qëllim fluturimi, natyrisht mbaron me shkronjën g. Mbaron me shkronjën g, por që në fakt shqiptohet si k. Shkronja g pra është barabartë me k në shqiptim, k. Pra themi der Flug. Dhe natyrisht kjo nyja dea e kemi diskutuar pak a shumë. Ndonë se shpresoj të kemi njësi mësimore të veçanta për përcaktimin e nyjes der, di, das e kështu me radhë. Dhe kemi thënë që dea vendoset përpara atyre fjalëve që janë maskulin, pra në gjinin mashkullore të gramatikës së gjuhës gjermane. Pra der Flug. Dhe më thënë der Flug është për qëllim fluturimi. Tani të shohim ndonjë shembull tjetër, kemi der Tag. Dhe më thënë nuk themi der Tag g, por dhe më thënë e shqiptojmë si k. Dhe më thënë si k e gjuhës sonë shqipe, pra der Tag. Është për qëllim dita. Der Tag. Pastaj një shembull tjetër e kemi der Krieg. Që është për qëllim lufta. Der Krieg është për qëllim lufta. Pra, në këto raste që jemi duke i përmendur, e shohim se si shkronja g shqiptohet si një k. Pra, themi der Krieg, që është për qëllim pra lufta. Ndërkohë që të shohim edhe ndonjë prej shembujve të tjerë, kemi der Zug. Pra, është për qëllim treni, der Zug. Kemi thënë pra z, pra sz, z që është z, pra e shqiptojmë si afërsisht si c e gjuhës shqipe. Pra, në fakt është ts, pra si c e gjuhës sonë shqipe. Pra, nuk themi der Zug, por themi der Zug. Pra, der Zug është për qëllim e treni. Dhe edhe në këtë rast e shohim që g shqiptohet si k. Pra, nuk themi der Zug, por der Zug. Pra, der Zug është për qëllim treni. Edhe në këtë rast, edhe në rastet që kaluan, në fund, pra, kishim bashkëtingëllorën g që shqiptohej si k. Ose ta zëm kemi der Weg. Rruga. Der Weg. Rruga. Një shembull tjetër mund të përmendim der Erfolg. Der Erfolg është për qëllim suksesi, dhe edhe në këtë rast e shohim që shkronja g pra shqiptohet si k. Pra, nga që ndodhet në fund të rrokës, në fund të fjalës në këtë rast, që tham die Auslautverhärtung është për qëllim kur i referohemi bashkëtingëllorës në fund të rrokës, kur ajo pëson ndryshim, apo në fund të fjalës. Der Erfolg.